Përshëndetje, jemi bashkë në edicionin e orës 15 të lajmëve. Zhvillimet e fundit kanë nxitur diskutime të shumta që ndërlidhen me mundësinë e krijimit të qeverisë së re pas dorëheqjes së Memli Krasniqit nga udhëheqja e PDK-s. Parti kjo e dyta për nga fuqia politike në vend. Ndërkaq deputeti i PDK-s Jakub Nura hedh poshtë pretendimet për përçarje të këtij subjekti. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, deputeti Nura tha se PDK-ja është unike si në kuvend, ashtu edhe në strukturat e saj. Nura shtoi se dorëheqja e Memli Krasniqit nuk i ndëron qëndrimin e PDK-s se janë kundër një qeverie të formuar nga Kurti apo Konjufca. Sa është PDK-ja unike brenda kuvendit për të votuar qeverin Konjufca ne? Keni vot për ose jo? Përshëndetje për ju edhe shqyqost ju e njashtu. Partia Demokratike e Kosovës ka tregu unitet tuja gjatë gjithë këtyre kohëve dhe ne me qëndrimin tonë kemi bot qartë edhe me parë që pasi që nuk ka nëjë iniciativë serioze të tyre për ta krijuar institucionin më të rëndësishëm ku këtë qeverinë e Kosovës ne nuk do e përkrajmë dhe nuk do të japim vot nga ona ju. Në asnjë lloj skenari edhe nëse dërgohet ftesa Partisë Demokratike ose individualisht juve? Është shpenzuar një kohë jashtëzakonisht e vlefshme për Kosovën dhe për të arritë për të qytetarët e saj, kështu që mendoj që nuk ja vlen më të diskutohet për një qeveri Kurti ose Konjufca. Qartë, ka disa në qartë që disa deklarata se mund të ketë ndikim dorëheqja e zotit Krasniqit që PDK-ja mund të mos jetë unike pastaj në kuvend. Si është gjendja pas dorëheqjes? Do thotë jeni unik grupi parlamentari PDK-s në këtë qendrim pavarësisht që ka dhënë dorëheqje kryetari? Partia Demokratike ka tregu vazhdimisht që nuk është vetëm kryetari i cili e krijon unitetin brenda partisë. Kryetari gjithsesi është shumë i rëndësishëm, por Partia Demokratike është unike dhe do të flet gjithnjë edhe tash e tutje do të flet me njerëz. Kështu që nuk në asnjë formë nuk besoj që e meriton Konjufca ne apo Kurti që të merr votat e Partisë Demokratike të e po jo seriozitetin e saj që nga mbarimi i zgjedhjeve tash thuja afër një viti. Dhe përfundimisht sipas juve vendi po shkon drejt të zgjedhjeve, pavarësisht që kanë mbetur edhe 7 ditë zoti Konjufca të krijojë shumicën. Fatkeqësisht pa dashjen tonë është reale dhe është e vërtetë që vendi po shihet që po shkon drejt zgjedhjeve, por Partia Demokratike që nga fillimi ka tregu fleksibilitet dhe është tregu e arsyeshme dhe e interesuar që të krijohen institucionet e shtetit, kështu që ne mendoj që e kemi dhënë kontributin tonë si parti në këtë drejtim për formimin e sparit kuvendit dhe të gjitha institucioneve tjera. Ne thash edhe një herë pa dashjen tonë fatkeqësisht qytetarët duhet të drejtohen drejt kutive edhe një herë. Përgjithsisht PDK-ja nuk është që ka përçarje pavarësisht dorëheqjes, sepse u tha mund të jetë një lloj përçarje brenda PDK-s, apo vazhdoni të jeni unik siç keni deklaruar? Në asnjë mënyrë, asnjë zë nuk është në kundërthënie me tjetrin. Pa marrë parasysh edhe një herë shpreh keqardhjen që në këtë moment shumë të volitshëm edhe të nevojshëm për Partinë Demokratike, Memli Krasniqi dha dorëheqje për arsye personale komplet. Deputeti i AK-s Lahi Ibrahimaj ka përjashtuar çdo skenar të mundshëm të votës së deputetëve të kësaj partie për Glau Konjufcën kryeministër. Në një përgjigje për Radio Televizionin 21, deputeti Ibrahimaj tha se mandatimi i Konjufcës është skenari Albin Kurtit për të zvarritur krijimin e institucioneve.
janë bordën e mashtrimeve të Albin Kurtit, i cili që nga propozimi për kandidatën Albulena Azhiu për krye parlamentar tash Zëvendësja Demirboshës deri sot asnjë njëherë nuk ka provu sinqerisht për dalë nga ngarshi politik dhe për të kaluar në etapa tjera. Kështu që edhe kjo propozimi i deputetit Konjuca ishte vetëm një trek, një mashtrim i tij në blerje kohës dhe në asnjë rrethon nuk është interesuar që Glau Konjuca me marr 57 vota lera mo zjarrtën i votë. Kështu që Kurti nuk është tip që duran një kolegë vetën me marrë një votë ma shumë saj, kështu që është vetëm blerje kohës, mashtrim dhe me vazhdu kështu me zhvatje në institucione po llogaridhënie po një parlament funksionale. Sa është alianca unike brenda kuvendit dhe sa mendoni që janë edhe partitë e ish opozitës unike brenda kuvendit në kuptimin e votimit të zotit Konjufca? Alianca në asnjë rrethon nuk ka vot për Konjucën dhe ashtu siç janë deklaruar dhe partitë tjera nuk kanë një gatishmëri për të votuar Konjucën. Të gjitha janë deklaruar pas daljes presidentes se zgjedhja më e mirë për Kosovën do të ishin zgjedhjet. Nuk ka mundësi një grupim tjetër, një shumicë tjetër parlamentare, tash është gjithçka vonë sa i përket kësaj? Në rrethona të krijuara zgjedhja më e mirë do të ishin zgjedhjet. Ambasadori i karrierës Albert Prenkaj vlerëson se presidentja Vjosa Osmani ka bërë shkelje kushtetuese duke mandatuar Glau Konjufcën për formimin e qeverisë pa ja garantuar votat e nevojshme. Në një intervistë për Radio Televizionin 21, ambasadori Prenkaj tha se partitë parlamentare mund të dorëzojnë ankesë në gjykatën kushtetuese kundër këtij vendimi. Kemi edhe 7 ditë që kur zoti Konjufca duhet të dalë përpara deputetëve ta prezantojnë nëse i ka siguruar votat e nevojshme apo jo për formimin e qeverisë, ndërkohë nuk kemi një lëvizje publike, po themi që mund të arrihet një shumicë parlamentare përmes koalicionit. Si e vlerësoni këtë? Unë fillimisht do të kthehesha tek mandatimi pra presidentja kur dul me deklaratë dhe edhe mandatin a zotit Konjufca për themelimin e qeverisë. Ajo u thirr në një vendim të gjykatës kushtetuese, ku ajo, domethënë, flet për gjasat eventuale që zoti Konjufca si mandatar mund të formojë qeverinë. Mirpo, unë do të kthehesha tek aktgjykimi i gjykatës kushtetuese K0103/14, pra vitit 2014, e cila shëron shumë qartë pra se cili mandatari dhe kush mund të formojë qeverinë, pra qeverinë mund të formojë ajo partia apo ai koalicioni i cili ka urse të mjaftueshme dhe numër të mjaftueshëm të votave për formimin e qeverisë. Me këtë pra unë konsideroj se presidentja ka bërë thyrje kushtetuese dhe ishte dashur të partitë politike të tjera apo dhe të mbledhin numrin e mjaftueshëm të votave që ta dërgojnë këtë në gjykatë kushtetuese, në mënyrë që gjykata kushtetuese të merr vendim meritor. Pra flitet këtu për nenin 84 dhe nenin 95. Sipas këtij gjykimit të gjykatës kushtetuese, del se partia vetëvendosje apo lëvizja vetëvendosje nuk ka numër të mjaftueshëm të votave për të themeluar qeverinë, pa hyrë në koalicion me një parti tjetër politike që është në kuvend. Këtë zgjatje e mandatarit të dytë të partisë vetëvendosje ka të bëjë me blerje kohe dhe tentim se tash siç po quhet dhe ka hyrë në žargonin publik peshkim të votave eventuale, pra ai edhe në deklaratën e parë kur është mandatuar tha se nuk është interesuar që të krijojë ndonjë koalicion apo aleancë politike për të formuar qeverinë, por thret partitë politike të cilat janë në kuvend që ta votojnë. Pra jemi në një pozicion cili, siç thash, është fillimisht jo kushtetues, pra nga ana mandatimi nga ana presidentes, dhe në anën tjetër kemi
një parti politike cila ka fituar votat pra si partia më e madhe në kuvend, por që nuk ka ulse të mjaftueshme apo vota të mjaftueshme për të formuar qeverinë. Në qendrën e numërimit dhe rezultateve ka filluar punën komisioni themeluar nga KQZ-ja për vlerësimin e fletë votimeve për balotazhe në Mitrovicë të Jugut dhe Gjakovës, në të cilat komuna u hasën disa fletë votime me numra të ndryshëm serik për cilat ka pretendime për manipulim të tyre. Sipas KQZ-s, ky komision do të përgatisë një raport dhe të njëjtin ta dorëzojë jo më vonë se më 14 nëntor. KQZ-ja pret që rezultatet përfundimtare të balotazhit të shpallen gjatë javës së ardhshme. Kur do të njësë punën komisioni formuar tashme për vlerësimin e fletë votimeve në të cilat ka pasur numra të ndryshëm serik në disa komuna, konkretisht në Mitrovicë Jugut të Gjakovë, por janë përmendur edhe komuna tjera që ka pasur? Po, mund t'ju konfirmoj se sot gjatë ditës e entë, do thotë më saktësisht para dite, në qendrën numërimi dhe të rezultateve ka filluar punën komisioni i cili është themeluar me vendim të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe që ka për detyrë të bëjë vlerësimin e fletëvotimeve nga zgjedhjet e raundit të dytë për kryetar të komunës së Mitrovicës Jugut dhe të Gjakovës. Planifikohet që ky komision të hartoj një raport dhe të njëjtin ta dorëzojë jo më vonë se data 14 nëntor, ndërkaq që sa i përket komunave të tjera, ky komision do të bëjë vlerësim sipas mostrës caktuar për çdo komunë tjetër dhe raporti që ka të bëjë pra me këto komuna të tjera do të finalizohet deri në fund të kësaj jave. Është me rëndësi ta përmendim edhe një fakt që puna e këtij komisioni do të jetë edhe në funksion të përgjigjes për panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa, lidhur me një ankesë që është parashtruar në këtë institucion nga ana një subjekti politik dhe që ka të bëjë me zgjedhjet e raundit të dytë për kryetar të komunës së Mitrovicës së Jugut. Përveç kësaj, natyrisht, do t'i ndihmoj raporti i këtij komisioni të sqaroj edhe më shumë situatën e. Dihet numri këtyre fletë votimeve të parregullta që me parregullsi që janë evidentuar me kode ndryshme apo jo? Është puna e komisionit, pra i cili do të merret gjatë ditës së sotme dhe të nesërme që kanë të bëjnë me çështjet që janë ngritur në opinion, do të presin do të thotë raportin dhe aty do të bëhen të ditura detajet sa i përket punës që do të kryejë ky komision qendror. Ndërkohë, kur do të mund të kemi rezultatet përfundimtare të këtij balotazhi, do të thotë që u zhvilluat? Zakonisht rezultatet përfundimtare të raundit të dytë marrin më pak kohë për të shpallur, sepse janë zhvilluar vetëm në një numër të caktuar të komunave dhe numri i kandidatëve që janë në garë është shumë fish më i ulët se sa ai i raundit të parë. Presim që gjatë javës së ardhshme të mund të bëhet shpallja e rezultateve përfundimtare, por sigurisht kjo varet do thotë nga përmbushja e këtyre procedurave që i përmenda më herët. Me shpalljen e rezultatit përfundimtar nuk përfundon procesi sa i përket të rezultateve, sepse dihet që palët pastaj subjektet politike, kandidatët mund të ankimojnë, të paraqesin ankesat në PZ për lidhur me rezultatin që është shpall. KQZ dhe pastaj ne do të sërish të presim vendimarrjen e institucioneve që trajtojnë këto ankesa. Faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve për kohën. Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës vlerëson se problemi me kodet e fletë votimeve në Mitrovicë të Jugut, Gjakovë dhe jo vetëm janë njollë e keqe për procesin zgjedhor. Sipas tij, nëse vetëm një grumbull i votave është ndikuar në këtë drejtim, integriteti i procesit zgjedhor mund të cilësohet i cënuar. Sa i përket mundësisë për rivotim në Mitrovicë të Jugut pas kërkesës së PD-k-s, Cakolli tha se i mbetet panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa të vendos një gjë të tillë. Parë ka shumë rëndësi të theksohet që përkundër deklarimeve spontane të akterëve brenda KQZ-s, përkatësisht anëtarëve të tyre, ende nuk është plotësisht e qartë sa është përmasa e problemit me kodet e fletëvotimeve. Pra, ndonë se janë përmendur fillimisht 2 komuna, pra vetëm Gjakova dhe Mitrovica, derisa dje u publikua një listë që tregon se të gjitha komunat në fakt në nivel vendi janë të prekura nga një problem i tillë. Kjo normalisht që është njollë e keqe që do t'i mbetet procesi zgjedhor.
Megjithatë, unë besoj që në këtë drejtim KQZ-ja duhet dhe është në fakt në procedurë të përpilimit të një raporti shumë të detajuar lidhur me secilin prej këtyre fletvotimeve, të paktën në komunën e Mitrovicës për cilën ka ankesë, derisa për të tjerat nuk ka pasur ankesa nga ana e partive, gjë që unë besoj do ta qartësoj nëse të njëjtat, pra nëse ky gabimi teknik, që ende nuk është e vërtetuar plotësisht që është i tillë, edhe pse gjasat janë më të mëdha që thjesht një gabim teknik, por të qartësohet se çfarë ndikimi ka pasur në rezultatin zgjedhor. Sepse unë konsideroj që vetëm arsyetimi që nuk është më shumë se gabim teknik, nuk është i mjaftueshëm si tillë për të konstatuar që integriteti i procesit nuk është cënuar. Sepse edhe nëse vetëm një grumbull i vogël i votave janë ndikuar në këtë drejtim, kjo mund ta cënojë dhe ta lëndojë integritetin e procesit zgjedhor. E duke ditur që për fat të keq në Kosovë ka një nivel mosbesimi në procesin zgjedhor, situata të tilla, të shfrytzuara normalisht pastaj edhe nga trajtimi politik që u bëhet atyre nga partitë përkatëse, kjo e minon edhe më shumë besimin e publikut, andaj zgjidhja e vetme është që të ketë një analizë dhe raport të detajuar nga ana e KQZ-s mbi këtë çështje dhe në fund të fundit marrje përgjegjësisë, sepse nuk është hera e parë në fakt që proceset zgjedhore në Kosovë ballafaqohen me sfida, të cilat minojnë në këtë mënyrë edhe integritetin e zgjedhjeve. Mund të ketë rivotim në këto komuna, sidomos në Mitrovica Jugut? Në bazë të vendimarrjes së PZAP-s, e njëjta ka autoritet ligjor që të vendos në fakt për rinumërim, rivotim, por edhe që ta hedhë poshtë ankesën në tërësi. Në këtë drejtim, PZAP-ja ka gjithsej 96 orë, pra vetë se 2 ditë kanë kaluar tashmë, që i bie janë edhe 3 ditë maksimalisht, brenda së cilave PZAP-ja duhet të dalë me një vendim lidhur me ankesën e PDK-s në këtë rast, dhe që unë besoj do duhet të shihet përmasa e problemit. Presidentja Vjosa Osmani thot se drejtësia për fëmijët, gratë dhe të gjitha viktimat e luftës është borxhi më i madh që ka Kosova si shtet dhe si shoqëri. Këto komente ajo i bëri në takimin me drejtorin e Institutit për krimet të kryera gjatë luftës në Kosovë, Adhe Hetemi, teksa tha se ky institucion mban gjallë kujtesën e krimeve të kryera nga Serbia ndaj popullit Kosovës. Çdo jetë e humbur është kujtesë e dhimbshme se pa mbrojtur të vërtetën, pa drejtësi dhe pa kujtesë nuk ka paqe të vërtetë. Instituti nuk është vetëm arkev, është ndërgjegje e kombit ton, dëshmia e sakrificës mbi të cilën u ngrit liria jonë. Prandaj e vërteta e dokumentuar do të dëgjohet dhe do të jetojë, ka shkruar Osmani në Facebook. Është anuluar seanca e fjalës hyrëse në rastin ku ish doganjeri Bedri Shabani dhe ish polici Muharrem Qerimi akuzohen për veprën penale spionazh. Kjo pasi që i akuzuar i Shabani ka thënë se ka probleme me shëndetin. Avokati Shabanit, Besnik Berisha, shpalosi të dhënat shëndetësore për të arsyetuar kërkesën e klientit të tij për shtyrje të seancës, e cila u caktua të mbahet më 20 nëntor. Bedri Shabanit dhe Muharrem Qerimit, qysh në seancën e parë gjyqësore, i kanë mohuar akuzat për spionazh. Sipas informacioneve të prokurorisë speciale, Shabani dhe Qerimi mblodhen informata që do t'i shërbenin bija së Serbisë për të ndërtuar një narrativ të reme për një rrjet të trafikimit të organeve nga ushtria qërimtare e Kosovës gjatë luftës. Ish kryetari i Gjykatës Supreme, Feyzullah Hasani, është shprehur skeptik se aktakuza ndaj ministrës në detyrë Rozeta Hajdari dhe 3 personave të tjerë do të përfundojë me aktgjykim dënues. Hasani tha për Radio Televizionin 21 se në Kosovë mbi 90% e këtyre aktakuzave janë hedhur poshtë për shkak të, siç u shpreh ai, jo profesionalizmit të prokurorëve. Hasani ka komentuar edhe urdhëresa gjyqësore për Kurtin lidhur me aferën e rezervave shtetërore, duke thënë se gjykata ka ngatruar adresë kur e ka dorëzuar urdhëresën. Drejtën unë jam skeptik për akuzat tilla, skeptik duke u nis nga përvoja e akuzave që janë ngrit deri tani. Nëse i merrni 90% e kusur% të këta akuzave ndaj figurave publike, pothuajse kanë dështuar nëpër gjykata. Nuk është çështje që gjykata nuk ka dashur të gjykojë për faktin se janë persona autoritative ose në fuqi politike, ekonomike, çfarëdo. Po nuk ka arrit me argumentu as minimumin e kërkesave që i kërkon ligji për të ngritur akuza të tilla.
Nëse i mirë shikoni vetëm i krahasoni prokurinë speciale të Kosovës me prokurinë kërkon mos me shku në Kroaci, ju shikoni atje mbi 90% të këta akuzave përfundojnë me aktgjykime dënuese. Këtu mbi 90% të këta akuzave përfundojnë me aktgjykime liruese. Tash ku qëndron defekti? Defekti qëndron pikërisht te prokuria që ngrita këta akuza tilla. Çdo kon ku ka një standard minimum të dijes profesionale të këtyre institucioneve, gjyqësorë dhe prokurisë, ato prokuror që ngrisin këta akuza tilla mas pakti që duhet të pësojnë për shkak të do duhet të degradohen në aspektin profesional për mungesë të dijes profesionale. Nga se ngritja këta akuzës fara është e parancishme sa përfundon me aktgjykim lirues. Vështirë është me ia kthy reputacionin, vështirë është me ia kthy autoritetin personi i cili pa të drejtë ju ka nënshtu këtyre procedurave. Dhe aty nuk mund të gabohet. Unë po i them që nuk mund të gabohet fare për faktin se bëhet fjalë për çështje elementare. Mirë po, nuk besoj këte shpjegimeve se është akt akuzë politike, nuk i besoj kur, po unë jemi prirur për të besuar që fatkeqësisht mungesë e dijes elementare të prokurorëve, po mungesë edhe llogariadhënies. Nga se çdo kon, me në rrethin në Maqedoni, këtu në Malzi, në prokurori, kur ka dështime të tilla, ai shkarkohet nga ulet në pozit, ose shkarkohet krejt nga profesioni, kur dështon një mas një me akuza tilla. Unë ju thash, nuk mund të thush, unë kum ngrita këtë akuzë, po gjykata po liron, po s'mund gjykata të shpall fajtor, kur ti nuk ke afrua si indicie, mos flasmi më për prova. Kështu që akoma nuk mund t'jap në përfundim se çfarë është ajo këtë akuzë. Edhe sikur ta shisha, s'do t'jepsha prognoza për përfundimin e asaj këtë akuzë, s'm lejon profesioni, pastaj edhe pse nuk jam gjyqtar, jam pjesë e këtij sistemi, mirë po, ju thash, unë kam dilemet edhe dyshimet e mëdha të mia se mund të përfundoj me një vendim të efektiv gjyqësor dënues. Gjithnjë tu bazu te fatin e aktakuzave tjera që ngritën deri në, ju i keni përcjell mediat, ju i dini duke fillu të shumë ministra, shumë edhe tani që janë në proces, po thuj se 90% janë akuzat kanë dështu. Mbajt lifestyle konferencë me temën shëndeti gjatë gjithë jetës dhe reduktimi i dëmit. Përmes këtij organizimi u synua të krijohet një hapësirë për reflektim, diskutim dhe shkëmbim përvojash mbi mënyrat për të jetuar shëndetshëm dhe për të zvogëluar rreziqet për trupin, mendjen dhe mirëqenjen tonë. Shëndeti përgjatë jetës dhe reduktimi i dëmit ishte diskutimi i konferencës Lifestyle. Me këtë rast, profesionist të shëndetit publik, mjek, psikolog, nutricionist dhe trajner fitnesi diskutuan mbi mënyrat për të jetuar shëndetshëm dhe për të zvogëluar rreziqet për trupin, mendjen dhe mirëqenjen. Përfaqësuesja nga Ministria e Shëndetësisë, Laura Shehu, theksoi se promovimi i shëndetit mendor nuk është vetëm përgjegjësi individuale, por edhe shoqërore. Shëndeti publik përfshin gjithë spektrin e mirëqenies dhe të shëndetit, jo vetëm eliminimin e sëmundjeve të veçanta. Prandaj ruajtja e shëndetit nuk duhet konsiderohet vetëm si një përgjegjësi individuale, por si një detyrë kolektive, ku promovimi i shëndetit dhe parandalimi i sëmundjeve përbëjnë një prioritet të përbashkët shoqëror. Ndërsa Miranda Savileci, prodekane në Fakultetin e Mjekësisë së Universitetit të Prishtinës, vlerësoi rëndësinë e trajtimit të tematikave të tilla, duke theksuar se koha moderne sjell ngarkesa të shumta që ndikojnë në shëndetin mendor. Temat të cilat do të shtjelloni gjatë ditës së sotshme kanë rëndësi të madhe, duke u nisur nga fakti se po jetojmë në një kohë moderne me ngarkesa të shumta. Kujdesi për shëndetin është një proces që vazhdon përdet. Është një rrugtim i përditshëm i cili nuk duhet të përfundoj asnjëherë. Është një përgjegjësi e secilit nga ne si individ në veçanti, po ashtu edhe përgjegjësi e profesionistëve të shumë që merren me shëndetësi, me sport, me rekreacion. Psikiatria Vera Ora u shpreh se përmes kësaj konference po nis një valë më e fortë vetësimi për shëndetin mendor, pasi ende shëndeti mendor shihet si një njollë e shoqërisë. Dhe jam shumë e kënaqur
sepse fillon një rrymë ndoshta që vetëdijsimi për shëndetit mendor të jetë më i madh. Unë mendoj që stigma ndaj shëndetit mendor është problemi tek ne shumë i madh dhe mendoj që ajo e preventon një zhvillim të shoqërisë, mu pikërisht të grave, femrave, familjes dhe gjithë komunitetit që të bëhet një lirshmëri më e madhe që të bisedojmë për shëndetin mendor. Në kuadër të konferencës u zhvilluan panele tematike që trajtuan çështje si varësia, reduktimi i dëmit post-trauma dhe vetëdijsimi për shëndetin mendor. Për më shumë informacione, klikoni në rtv21.tv si dhe vizitoni profilet radio televizionit 21 në rrjetet sociale. Mirupafshim.